Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Kush ju do në fshehtësi? Pra kush ai person që ju do në fshehtësi? Dhe këtë ta zbulojmë me tarot, me shenjën e horoskopit dhe me gërmën e emrit apo të emrit tuaj. Ky është një person shumë pozitiv që ju mendon në fshehtësi. Është si ky mbret i kupave, që do t'ju sjellë gjithmonë surpriza të bukura. Hypën këtij kalit dhe vjen drejt jush me një kupë të mbushur me bollëk. Lufton fort dhe pse ju do në fshehtësi, lufton fort që t'ju bëj tuajën. Që t'ju bëj, t'ju bëj që të ndjeni mirë në gjërat që keni. Jeni në një lidhje të fshehtë, juve jeni si një sultanesh, dhe ai ju shikon si këtë perëndesh të bukurisë. Lidhja ju është një lidhje e fshehtë, dhe ai ju do në këtë fshehtësi, është një person shumë human, në shpirt, në botën e tij të bollëkut, dhe tek ju shikon një femër shumë të fuqishme, që ka një energji pozitive, që gjërat e saj do t'i çojë deri në fund, ju sjell mesazhe pafund dashurie në qiell të pastër. Është i vetmuar dhe juve i shikon si një dritë që drejton rrugën e tij. Është pak njëri që është i rrethuar nga njerëz jo fort të mirë, por ky me ju, dhe pse në fshehtësi, do të filloj një kapitull të ri, të lërë mbrapa çmendurisë që ka bërë gjërat jo të mira, dhe me ju të ndërtoj një kapitull të ri. Është pak i mërzitur, por tek ty shikon këtë princesh të monedhave. Tek ty sjell një lajm shumë të mrekullueshëm që do t'ju bëj bashkë shumë shpejt. Kush është ky person që ju do në fshehtësi kaq fort? Me kë rezonon, me kë gërm të alfabetit të emrit apo të emrit tuaj, me gërmën D, me gërmën M, gërmën Z, Ñ, O, A, gërmën E, Y, gërmën Sh, gërmën T, Gj, Q, S dhe G. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me Virgjëreshën, me peshqit, me peshoren, me ujorin, me luanin, me dashin, me gaforen dhe me demin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.